Lufta në Liban po merr për masa tragjike, ku fëmijët janë më të rrezikuarit. Klasat e shkollave sot janë kthyer në streha dëshpërimi. Brenda 2 javësh, bilanci është 111 fëmijë të vrarë dhe mbi 330 të tjerë të plagosur nga sulmet ajrore. Zëvendës drejtori ekzekutiv i UNICEF, Ted Shaiban, i cili vizitoi zonat e prekura, thotë se shifrat janë alarmante. We now have over 1 million people displaced in Lebanon. Tani kemi mbi 1 milion njerëz të zhvendosur në Liban, përfshirë 350.000 fëmijë. Kjo është pothuajse 20% e popullsisë. Jeta e tyre është shkatërruar plotësisht, pa shtëpi, pa shkollë. Ata po paguajnë një çmim të tmerrshëm. Fatima Basharush është një nga nënat e zhvendosura nga jugu i Libanit. Ajo tregon se lufta po u shkatërron të ardhmen. Fëmijët e saj jo vetëm që nuk po ndjekin dot programin e rregullt mësimor, por po detyrohen të marrin një uri që i përkasin moshave shumë të vogla. Fëmijët e mi e duan shkollën, por tani nuk po marrin kurrikulën që duhet. Një fëmijë në klasë të 5 po merr programin e klasës së parë. Arsimi po shkon pas në vend që të ecë përpara. Përveç krizës humanitare, UNICEF bën thirrje që palët në konflikt të mos godasin infrastrukturën civile. Sulmet mbi spitalet dhe punonjësit shëndetësor kanë lënë dhjetra të vdekur, duke bërë mbijetesën pothuajse të pamundur në zonat e bombarduara. We need to continue to make sure Duhet të sigurohemi që infrastruktura civile të mbrohet. Ka pasur sulme të rënda ndaj sistemit shëndetësor. Nuk ka vend për sulme mbi spitalet, rrjetin e ujit apo shkollat. Ato duhet të jenë vende të mbrojtura me çdo kusht. Për fëmijët e Libanit, kjo nuk është kriza e parë, pasi edhe në 2019 kolapsi financiar, shpërthimi në portin e Beirutit dhe pandemia ka prekur masivisht mënyrën e jetesës së fëmijëve.